Me rastin e 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, deputeti i Vlorës Bujar Leskaj, Instituti i Studimeve Publike Ismail Qemal Vlora, si dhe Partia Demokratike Dega Vlorë, organizuan një sër aktivitetesh në Muzeun Kosova. Të pranishëm ishin edhe drejtues të lartë të Partisë Demokratike Shqiptare, nënkryetari i përgjithshëm Luciano Boçi, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, deputeti Luan Baçi, si dhe përfaqësues të SDA-s, por edhe intelektual të Vlorës. Në aktivitet janë mbajtur kumtesa për figurën e atit të kombit, Ismail Qemal Vlora dhe patriotit të madh Osman Haxhiu. Personi që lidhet në vetë të parë me këtë ngjarje është Ismail Bej Vlora ose Ismail Qemal Vlora, siç njihet ndryshe, i cili është personaliteti më i madh i kombit shqiptar, i Shqipërisë moderne. Ai lindi në qytetin e Vlorës, në familjen e Vlorajve, të cilën ju e dini për traditën e saj historike, por ajo ishte një familje që i pati dhënë historisë edhe të perandorisë otomane, edhe të Shqipërisë personalitetet të ndryshme, ndërmjet të cilëve më i shuari është ai Ismail Qemalit. Ismail Qemali në vitet e kryembëritjeve shqiptare, pra në vitet 1910-1912 dhe në luftrat ballkanike, të cilat u kurorzuan me shpalljen e pavarësisë në 28 nëntor, me Kuvendin Kombëtar të Vlorës, ai e ideoi, e drejtoi dhe ai pati rolin kryesor në këtë event. Osman Haxhiu është një prej këtyre personalitetin në rang kombëtar. Lindi në fshatin Armend Vlorës në vitin 1885. Mësimet e para i mori në qytetin e Vlorës dhe më pas studioi në Institutin Privat Amerikan Robert College në Istanbul për agronomi. Pas marrimit studime, punoi në administratën osmane të kohës dhe u bë pjesë aktive e klubit adhetar Labrie. Ishte pjesë e stafit që punonte për zgjedhjen e Ismail Qemalit, deputet në Parlamentin Xhan Turk të vitit 1908. Në këtë aktivitet u realizua edhe promovimi i librit Musine Kokalari, një yllësi, e studiuesit Uran Butka. Deputeti Bujar Leskaj vlerësoi veprat e profesor Butkës. Studimet historike të profesor Uran Butkës të trazojnë, të nxisin, të vësh në diskutim, të ndryshosh, të kërkosh, të ballafaqosh librat e tij me ato të tjerëve. Historinë e shkruar në diktatur, historinë e manipuluar me atë të shkruar në liri. Pseudo-historinë e pseudo-historianëve me historinë e vërtet e cila veç nga njerëzit si ai dëshmitar e protagonist mund të shkruan. Zoti Butka është djali patriotit të madh Safet Butka, një nga eksponentët kryesor të ballit kombëtar, dhe nipi i patriotit Safet Butka, djali i Sali Butkës dhe nipi i Safet Butkës, dhe edhe vetë për një periudhë të gjatë ka pasur atë persekucion që ne të gjithë e dim, por veprat dhe diskutimet apo trazimet, idet, debatet që ka përcjell edhe në kuvendin e Shqipërisë, zoti Uran Butka është pioneri ose më saktë kryeson atë grupin e historianëve të djathtë që kanë qenë pioner në trajtimin e shumë çështjeve që kanë zbuluar shumë çështje të rëndësishme të historisë sonë. Kujtoj këtu për shembull që dhe diskutimin e parë në Kuvendin e Shqipërisë për Musine Kokalarin e ka bërë Uran Butka si deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Uran Butka ka vlerësuar kontributin e deputetit Bujar Leskaj, jo vetëm në politik, por edhe në kulturën shqiptare. Unë mendoj që të them dy fjalë për të treguar kontributin e zotit Bujar Leskaj, jo vetëm në politik, po më shumti në kulturën shqiptare, me veprat e tij të botuara, që ju i njihni mirë, dhe sidomos me angazhimin e tij si ministër i kulturës në kohën e sistemit demokratik, që ka mbështetur sidomos lëvizjet e rëndësishme që ka ndodhur në Vlorë, në të Shqipërinë, po edhe në hapësirën shqiptare, bashkë me mua kur s'vinte njeri nga të dy anët e politikës, Bujar Leskaj, edhe si ministër dhe si kryetari i kontrollit shtetit, vinte me mua në Ulqinë dhe në Tivar për të promovuar librin Masakra e Tivaret. Vinte me mua në Kosovë për lëvizjen kryesëzgjiu dhe lëvizjet e tjera adhetare atje, e në tjera vizet shqiptare, dhe prandaj unë e falenderoj sot me që ja u thash këto sepse nuk i dini dhe unë mendoj që duhet i them. Dhe sot gjithashtu kam nderin që të ftohem në këtë tubim me rastin e ditës Flamurit. Uran Butka më pas i ka dhuruar deputetit Bujar Leskaj një album të Mitat Frashërit, si dhe një dhuratë për Muzeun Kosova.
Pavarësinë me Ismail Qemalin dhe në mënyrë të veçantë për Mithat Frashin që ka qenë antari i qeverisë të Ismail Qemalit. Faleminderit. Edhe një dhuratë tjetër për muzeun Kosova. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit. Në ambientet e muzeut është qelur edhe një ekspozit rreth persekutimit të firmëtarëve të pavarësisë dhe familjarëve në periudhën nga viti 1944 deri në 1990.